familja dhe ndërtimi i personalitetit fillon nga familja. Familja ka qesin kryesor të ndërtimit të identitetit të individit familje, personazheve në familje. Ta jep një tregim shumë të bukur për me kalu pasaj tek profesor Vladimiri. Në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, i dërguari i Allahut një ditë doli nga shtëpia dhe u nis kaloi në Medinë dhe i pa ca fëmijë sahabëve, ke parasysh fëmijë mosha 5-6 vjeçare, po loznin në rrugë. Dhe nga se ai donte ekstrem shumë fëmijë, tha aban tha dhe unë me lut me ju, ishte mosha e pejgamberit diku 57-8 vjeçare në atë kohë. Tha aban tha dhe unë me lut me ju, ata u gëzuan shumë. Tani ai lut edhe mi cilësi lider, ja, ose ishte edhe në Medinë ishte edhe lider, nuk ishte thjesht. Të fëmijët u gëzuan shumë, po tha do luajsh me neve, u gëzuan, por loja e fëmijëve në atë kohë ishte lufta. Domethënë lufton filan kabila me filan kabilën, ke parasysh? E dërguari Allah tha unë nuk ndahem dy pjesë, tha nuk mund ta bëj arbitrin këtu, tha po bëhem nga kjo kabilja. Këtë muhabetin do të fëmijët 5 vjeçar, tani dëgjoni bisedën. Kabilja, fisi, i cili nuk e kishte pejgamberin sa me veti, kërkuan armpushim për me ndërtu strategjinë luftarake. Bon armpushimin dhe zgjodhen zëdhënësin ushtarak. Këtë fëmijën këto, dhe zëdhënësi ushtarak shkoi para Paris ku gjindeshte Muhamedi alayhis salam, para kabilës, dhe tha ne dorëzohemi se nuk luftojmë një vend në të cilin gjendet Muhamedi alayhis salam. Kush u mësoi këtyre fëmijëve këtë? Trashkun po. Kush u mësoi këtyre fëmijëve këtë peshë të madhe? Mësoi baba dhe nana të cilët ndërtoheshin me sunetin e pejgamberit alayhis salam. Nuk është suneti i pejgamberit alayhis salatu wassalam vetëm aparenca. Suneti i pejgamberit alayhis salatu wassalam është një universitet i ndërtimit të personalitetit të brendshëm. Ata ndërtoheshin, flenin me sunetin e pejgamberit, zgjoheshin, punonin, ndërtoheshin me sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam.